Gjirokastra ka shënuar 20 vjetorin e futjes të këngës ISO polifonike në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s, e cila ka shënuar një sër aktivitetesh dhe eventesh artistike. Jam shumë i emocionuar dhe krenar që në këtë ditë po e trashëgoj brez pas brezi, po e trashëgoj me familjen time, po ashtu edhe me brezat e rinj, duke i dhënë kontributin tim të veçantë. Kënga polifonike për mua më pëlqen shumë. Jam i mbledhur shpesh herë me shokët për të kënduar këngë polifonike dhe shpresoj që të vazhdoj dhe më tej kjo në çdo brez. Këto aktivitetet e njohja e polifonisë zonave të ndryshme i japin asaj peshën dhe statusin e duhur. Polifonia për këngëtarët është një nga yjet e artit të folklorit shqiptar. Kjo trashëgimi që quhet polifoni i ka rrënjët aq të thella sa bashkë me njeriu shqiptar. Në Shqipëri, pjesa juglindore e saj këndon polifoni, por polifonia ndryshon nga një zonë dhe tjetra. Unë mund të quaj epiqendre polifonisë Gjirokastër, nga që bëhet dhe festivalet folklorike kombëtare të këngëve dhe të valleve. Tradita e këngës polifonike vijon të ruhet fal përkushtimit të këngëtarëve popullor, të cilët po e përcjellin tek të rinjt, duke mbajtur gjallë vlerat e kësaj pasurie të çmuar të trashëgimisë son kombëtare.